Po, do marrim një vendim pas pushimit, do marrim një vendim në lidhje me kërkesat që kemi ndaj autoriteteve përgjegjëse. Ka përfunduar Pallatin e Drejtësisë zoti Simoni, një ide që ka qenë para gati 15 vitesh. Po, dhe për këtë ide u hold ideja dhe është një kërkesë që do të transmetohet autoriteteve përkatëse. A jeni dhe ju dakord që gjitha gjykatat e tjera si godina ekzistuese, të cilat zoti Hoxha e konsideroi si të pabanueshme, të mbyllen dhe të ketë një godinë qendrore, sikurse është Polidrejtësisë, një tjetër e dytë? Po, patjetër me këtë kërkesë besoj do dalë dhe forumi i sotëm që gjykatat më së fundmi të punojnë në institucione të mirëfillta në kushte sigurie, ashtu siç kërkohet, nuk mund të kalohet, nuk mund të shtyhet më në këto kushte. A keni një database se sa është numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri që janë sankcionuar qoftë edhe verbalisht? Po ju i dini informacionet që gjithmonë ka patur kërcënime, gjithmonë ka patur presione. Po jo ngjarje të tilla kaq të rënda dhe ne jemi jashtëzakonisht të shqetësuar dhe shpresojmë që të jetë rasti i fundit.